Të gjithë hani presh, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrës dhe diabetit. Preshi është pjesë e familjes së qepëve dhe hudhrave dhe përmban me shumicë përbërës sulfurik, të cilët rrisin ndjeshëm aftësinë e tij detoksifikuese të mëlçisë, ndërkohë që neutralizon edhe radikalet e lira. Këto të fundit janë ndër nismëtarët kryesor të aktiviteteve të dëmshme në inde dhe në organet e njeriut. Preshi përmban antioksidant, i cili quhet kamoferol dhe mbron arteriet nga dëmtimet e rrezikshme. Ai përmban gjithashtu nivele të larta të antioksidantëve duke e kthyer atë në një prej produkteve ushqimore më të mira. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kundër luhatjeve të sheqerit, inflamacionit, artritit, obezitetit dhe alergjive të sistemit të frymëmarrjes. Edhe pse njësoj i dobishëm dhe ushqyes si qepa dhe hudhra, preshi nuk le aroma të forta kur konsumohet dhe nuk djeg aq shumë sa qepa. Për këtë, është një ushqim ideal si për të vegjëlit ashtu dhe për të rriturit kur gatuhet si duhet në dietën tuaj të rregullt ushqimore. Ju mund ta përgatisni atë edhe në gatime të supës ose edhe perimeve të ndryshme. Përfitimet që do t'i jepni organizmit tuaj me konsumin e preshit, do ta ktheni atë në një prej vlerave më të mira në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse konsumoni presh, ai do të ofrojë veti të shumta shëruese, nga shikimi, kockat dhe gjithashtu mund të gjendet një aleat shumë i fuqishëm në mbrojtjen e organizmit. Preshi përmban proteina, bakterocina, vitamina C dhe preshi është një burim shumë i mirë i hekurit, acidit folik, vitaminës C, vitaminës B6. Pasi shumë ushqime mund të përdoren edhe në kombinim me preshin, ai mund të hahet i zjerë, por nuk duhet të zihet shumë sepse mund të humbasë vlerat e tij më të mëdha. Për dallim nga hudhra ose qepa, preshi përdoret edhe si erëzë në gatime. Ai ndikon në organet e frymëmarrjes dhe organet e tretjes, në veshka, në mëlçi, në gjak, gjithashtu edhe tek venat tuaja. Pas kërcelit të tij, sugjerohet të përfshini preshin në dietën tuaj të rregullt dhe vlerat që do t'i ofroni organizmit do ta kthejnë atë në një ndikim parësor në mbrojtjen e shëndetit. Të dhënat e ndryshme tregojnë se preshi mund të kombinohet fare lehtë në ushqyerjen tuaj ditore, dhe ndikimet e tij në organizëm do të jenë mirëbërëse në luftën kundër një sër komplikacionesh. Preshi kultivohet vazhdimisht në vendin tonë dhe përfitimet që do t'i merrni prej tij do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese. Preshi i freskët përmban proteina, lëndë të thata, yndyrna, karbohidrate, celulozë, kripra minerale. Dhe lëndët kryesore që përmban preshi e kthejnë atë në një prej produkteve më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e preshit, kryesisht edhe në forma të sallatave ose edhe në gatime në avull, kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë i menjëhershëm. Preshi mund të japë gjithashtu rezultate të mira në mbrojtjen e imunitetit dhe rritjen e vlerave të tij. Vlerat e kësaj superperimeje janë të nënvlerësuara, por përdorimet e saj datojnë që në kohët e lashta. Ai ndihmon shumë në aspektet të mbrojtjes së organizmit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Preshi është i mirë për funksionin e veshkave. Duke qenë se preshi përmban 1/8 e sasive ditore të potasit që duhet të marrë një i rritur, ai mund të inkurajojë funksionet më të mira të shëndetit të veshkave, duke shërbyer gjithashtu si një diuretik i shkëlqyer në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Preshi mund të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj edhe për një zemër më të shëndetshme. Ngrënia e rregullt e preshit në përditshmëri ka treguar se parandalon gjithashtu edhe kolesterolin e keq dhe në të njëjtën kohë rrit nivelet e kolesterolit të mirë në organizëm. Kjo është më e rëndësishme për të parandaluar trashjen e pllakave e në të gjakut që gjenden edhe në disa lloje të komplikacioneve. Gjithashtu, ndërsa pllakat trashen shumë, ato këputen dhe mund të shkaktojnë edhe atak kardiak ose hemoragji.
Perimet e familjes Allium, ku përfshihet edhe preshi, ndihmojnë ndjeshëm në uljen e presionit të gjakut, një faktor tjetër që kontribon kundër problemeve të arrestit kardiak. Preshi është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për personat që kanë luhatje të theksuara të sheqerit në gjak. Preshi është një burim shumë i mirë i magnezit, gjithashtu edhe vitaminës B6, vitaminës C, folatit, hekurit e të tjera. Të gjitha këto lëndë ushqyese veprojnë në trupin e njeriut duke stabilizuar sheqerin në gjak, po kështu duke ulur edhe sheqerin nga trakti tretës. Preshi është një produkt ushqyes shumë i mirë edhe për gratë shtatzana. Preshi është një burim shumë i mirë i vitaminave B, gjithashtu edhe i folatit. Folati është shumë i rëndësishëm për gratë shtatzana, për të ulur riskun e defekteve të shtyllës së tyre kurrizore. Një porcion me presh në i gatuar do të ofrojë 1/3 e sasive të folatit të rekomanduara për një të rritur. Preshi mund të ofrohet për një dietë vërtet të shëndetshme dhe në lehtësimin e yndyrnave të ndryshme trupore. Prandaj, përfshirja e tij në dietën tuaj të rregullt mund të jetë një element i shtuar ekstra kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët. Preshi është një zgjedhje e shkëlqyer për ata të cilët duan të kenë edhe një ndikim më të mirë në peshën e tyre trupore. Preshi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë me pak kalori dhe një gatim i cili do të ofrojë një nxitje më të madhe të vlerave për organizmin. Ekzistojnë disa lloje të preshit përfshirë preshin e bardhë, preshin e kuq, preshin jeshil dhe preshin e thatë, secili me karakteristika dhe me shije të ndryshme. Preshi është një perime që përmban rreth 90% ujë, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer edhe për hidratim. Sa i përket të vlerave ushqyese, preshi është një burim i shkëlqyer i vitaminave, mineraleve, duke përfshirë këtu vitaminën C, vitaminën K, fibrat, që e bëjnë atë një prej produkteve më të dobishme për shëndetin e zorrëve. Preshi është konsumuar prej qindra vitesh, ndërsa origjina e tij është nga Azia dhe është kultivuar për herë të parë nga njerëzit rreth 4000 vite më parë. Dhe preshi përfshihet në uljen e riskut të problemeve të shëndetit kardiovaskular, në menaxhimin e peshës, ndihmon në forcimin e sistemit imun dhe mbron nga infeksionet. Preshi mund të konsumohet i freskët, i gatuar, i pjekur ose përdorur në sallata, në sopa ose në pjata të tjera. Sipas nutricionistëve, fibrat e preshit ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit, duke e përfshirë atë fare lehtë në dietën e diabetikëve. Preshi përmban gjithashtu nivele të larta të antioksidantëve që ndihmojnë në luftën kundër stresit oksidativ dhe mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi. Studimet sugjerojnë se preshi mund të ndihmojë në uljen e inflamacioneve dhe të mbështesë gjithashtu organizmin tuaj në tërësi. Ndaj edhe këshillohet konsumi i tij në mënyrë të rregullt për sa kohë e përdorni si duhet në dietën tuaj të përgjithshme. Preshi është i freskët, përmban lëndë të thata, proteina, gjithashtu yndyrna, karbohidrate, celulozë, kripra minerale e të tjera. Preshi përmban më shumë sheqerna se qepa. Preshi, ashtu si dhe qepa, përmban ato lëndë të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme në ndërtimin e funksioneve normale të trupit të njeriut. Prandaj si qepa dhe preshi futen në grupin kryesor të perimeve dhe zarzavateve që njeriu duhet i konsumojë çdo ditë në jetën e tij. Preshi përmban më shumë vitaminën C se sa qepa. Në 100 gram presh të njom ose edhe të gatuar keni më shumë vitaminë C se të njëjtën sasi që mund ta merrni edhe nga konsumi i qepës në të njëjtën sasi. Preshi mund të përdoret gjithashtu edhe në gatesa të shijshme, me bazë të vlerave ushqyese dietike dhe mjekësore. Këto produkte ushqimore shfrytëzojnë edhe lëndët që ofron preshi në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Nëse doni të keni një organizëm të fuqishëm dhe më të mbrojtur, sigurohuni që preshin ta keni pjesë të sistemeve tuaja të ushqyerjes. Konsumi i preshit në dietën tuaj të rregullt, sipas ekspertëve të Healthline, është cilësuar si një zgjedhje e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Andaj, nëse doni të rrisni përfitimet e tij në shëndet, sigurohuni të konsumoni preshin sa më të freskët,
në mënyrë që të evitoni komplikacionet dhe të nxisni një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Lëngu i preshit të freskët përdoret gjithësisht edhe në mjekësinë popullore bullgare, ruse dhe ato kineze, për shpëlarje, për larje, për kompresa, për veshkat, gjithashtu edhe për probleme të ndryshme të lëkurës. Ato mund ta përdorni sipas nevojës tuaj dhe ndikimit tyre në organizëm do të jetë vërtet i larmishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve, citon Step to Health. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë, të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.